E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju dhe për të komentuar dhe analizuar një debat që ka ndodhur natën e mbrëmshme, në fakt që ishte një debat denigrues dhe tejet ofendues. Do me thënë Rogerti, banori që tashmë njihet për ofendimet e tij, njihet për qasjen e tij brenda shtëpisë, natën e mbrëmshme teksa Selin erdhi në obore dhe tha që unë e kam puthur gimbon me shumë dashuri, Rogerti plasi në debat me të duke e quajtur lesbike dhe Selina duke e quajtur Rogertin homofob. Rogerti tha që ti je lesbike dhe ti për lek, për klikime je në gjendje që të bësh gjithçka, sepse ti e puth edhe Gretën në buzë, ti e vajzë që puth edhe meshkuj edhe femra. Aty në fakt plasi një debat shumë i madh, Selina filloi duke ofenduar Rogertin dhe duke e kërcënuar që unë kur të dal jashtë ta tregoj vendin ti dhe ti nuk e din se çfarë të pret. Ndërsa Rogerti do me thënë e kishte edhe atë mbledhjen e inatit edhe të mlefit kundër drejt Kristit që u rikthye brenda në shtëpinë e Big Brotherit, e kishte atë urrëtitjen e madhe dhe nuk mundeshte ta toleron dhe siç duket të gjithë këtë inatin e nxori tek debati me Selinën. Selina u përball jashtëzakonisht shumë me Rogertin, por edhe u mërzit tepër. Do me thënë ajo hyri në dhomën e gjumit, shumë e thyer duke thënë që nuk e kuptoj pse çunat më prekin mua këtu në sedër. Tani unë mendoj që nuk është e bukur një burr në moshën e Rogertit të quan lesbike Selinën, sepse mendoj që janë ofendime të cilat ofendojnë edhe familjarët e tyre. Mendoj që të qenurit i kujdesshëm në atë që flet, të qenurit i vëmendshëm në atë që thua, nuk është se të humb pikë, përkundrazi të ngre edhe më shumë. Ajo që në fakt më befasoi ishte qasja e Juelës, e cila e mbështeste kulturën e Rogertit që në fakt përdori kundër drejt Selin dhe banorëve të tjera. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë zënk.